Mirë mbrëma, motra dhe vëllezër. Mirë si u gjej, është kënaqësi t'ju shikoj gjithë bashkë këtu si qendrështar duke protestuar për çunat të cilët sakrifikohen sot në qelit e regjimit të Edi Ramës. Unë advokoj në Britani dhe shpesh kur citoj Konventin Evropian e Drejtave Njerëzit, autoritetet atje janë shumë ndjeshme. Ndërsa zotnia këtu mbrapa, bashkë me Taulën Ballën, demonstrojnë që s'kan fare respekt për ligjin, fare respekt për faktin. Shqipëria është anëtare e Konventës të Drejtave të Njerëzit. Artikulli 11 na garanton të drejtën mu bashku dhe me protestu. Artikulli 10 na garanton të drejtën e fjalës lirë. Artikulli 3 i thot qeverisë që duhet të garantoj që kur qytetarët ndalen të mos kestrajtohen dhe të mos torturohen. Kjo klik autoritari i regjimit e Edi Rama ka dhënuar artikullin 11 Konventës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, artikullin 10 të Konventës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, artikullin 3 të Konventës të Drejtave të Njerëzit, ku vëllezërit ton, Froku dhe Arbër Leshi, aktivisti nga diaspora dhe të tjerë po dhënohen dhe kestrajtohen në qelit e krimit të autoritarit e Edi Rama. Lironi qunat! Lironi qunat! Lironi qunat! Lironi qunat! Lironi qunat! Respektoni Konventin Evropian e Drejtave të Njerëzit, ku Shqipëria është anëtare prej 28 viteve. Edi Rama, bretit pakonor, Don Kishotit të fundit, Don Kishotit i cili na shpik dhe na krijon beteja, një ditë me agjen Tiranit dhe një ditë tjetër me agjen grek. I them që betejen nuk e ke me agjen të huj, por e ke me shqiptarët. Ty mërë sot një shqiptarët kanë dhënë luksin e 4 mandateve, por ti e ke parë palë ndaj shqiptarët e diasporës dhe shqiptarët brenda kufirit janë bërë bashkë dhe te kanë vënë një kusht. Dorëhiqju! 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 Ti i ke zemëruar shqiptarët anë mban botës dhe në Shqipëri. Na erdhe si shpresë, por i bërsh gënjim. Ndaj hapi rrugën proceset demokratike, ti japim fund tranzicionit. Ndaj kërkesat tona të përsëris, tërheqje pa kushte dhe t'i hapesh rrugë qeverisë tranzitore politike për të përfunduar tranzicionin dhe për procese demokratike të mirëfillta. Kjo qeveri teknike duhet të mandatohet që të garantoj këto procese demokratike. Një, të garantoj ndryshim të kodit elektoral nga kod proporcional rajonal në kod proporcional kombëtar, ku vota çdo shqiptarin nga veriu në jug të jetë e barabartë. 2. Të him në zgjedhje me listat hapura, se vetëm kështu ju kthejmë shqiptarëve parlament funksional, parlament vderash dhe japim fund parlamentit të endriçerëve, parlamentit të shërtorëve. Të kemi zgjedhje të cilat numërohen në mënyrë elektronike, si që bëjnë vëllezërit tonë Kosovë, që mos kemi ma deformim vjedhje të zgjedhjeve. E 4-ta dhe e fundit dhe për të mbyllur. E 4-ta dhe e fundit. Depolitizimi i administratës dhe auditimi i administratës, sepse 80.000 janë patronazhisht në 200.000 që janë punësuar në administratën aktuale. Ndaj Edi Rama, diaspora dhe shqiptarët të bëjnë një thirrje. Dorëhiqju sa s'është vonë. Ju falenderoj. Dorëheqje! 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 Dorëheqje!
mrapa më thanë që të kaloni pak ma anej se është plot këtej, po kur shoh edhe anej është plot. Ta dini sheshi është fu! Ska më mirë se kur shqiptarët janë afër me njëri tjetrin! Ju erdhi fundi! 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 E për t'i thonë përsëri kryeministrit dhe gjithë klikës se erdhi fundi, një shqiptari nga Torino e ka radhën! Motra dhe vlezër mi mbroma. Jam Kejda, lindur e rritur në Aliden, këtu në Tiranë. Si shumë të tjerë edhe unë, motra, mora rrugën e mërgimit, lam çdo gjë, kujtime shumë, ju drejtuam perëndimit. Të shpëtonim nga regjimi, nga skamja dhe mjerimi, nga komunizmi i flakt, që do na ushqente me luftë të artë. Por sot jemi prapë këtu, të mbledhur dhe të bashkuar, për t'i dhënë grushtin e fundit, se asgjë nuk ka ndryshuar. Vënd i shtrenjtë dhe i bekuar, ujë, cink, krom dhe bakër, Zoti na mbajti me hatër. Karburant, karbunar, gorisht e kocull, ku nafta dredhe dirë dhe cilum. Dirë këtu në shesh na thuaj dy fjalë, mos edhe ato ke shitur val. Til si qdel kur kërkon voton, kur hasmin e bën motor. Por ky vend mrekulli për liri ka qietur, ka në ball një rini që të merr gjak në vetull. Ndaj një zë buqeti brer, largohu me njëherë, se ky vend që ku ka lerë, as është shitur, as është bler. Sazan, Zvornec e Karaburun janë vatanët e mia, do t'i mbrojmë, se s'është punë, është e jona Shqipëria. Rrofë Shqipëria e lirë, e Zoti ju me poftë që gjithve. Fjallën e ka një shqiptar tjetër nga